Bluecast. Mirë se vini në Bluecast, tashmë podcasti juaj i preferuar. Sezoni i ri nis me një të ftuar special. Një artist i cili nuk ka ndërtuar vetëm një karrierë, por një urë emocionale mes shqiptarësh, brenda dhe jashtë vendit. Një zë i fuqishëm i këngës shqiptare. Me ne, Hajro Ceka. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, Alba. Faleminderit për ftesën. Është një kënaqësi shumë e plotë që unë sot për herën e parë bëj një intervistë me televizionin Blue Sky, një televizion që unë e rrita karrierën time, domethënë këtu në këtë vendin tonë, Shkodër. Ju falenderoj shumë që me ftut dhe jam shumë i lumtur që marr pjesë. Edhe dua t'i përshëndes krejt foncat e mi, domethënë që na ndjekin. Se jemi për herë parë, domethënë në intervistë, edhe një veti shumë mirë që po ishte intervista e ime e para në Blue Sky. Se e kom shok. E dim për këtë jam të folë, për kësimin, ja? Faleminderit shumë. Kënaqësia është e jona. Atëherë ne jemi mësuar që shohim gjithmonë pas mikrofonit vetëm duke kënduar. Sot do flasim për karrierën dhe jetën tënde. Si filloi karriera juaj? Karriera ime ishte shumë e lehtë sepse e kemi trashëgim, domethënë nga gjyshi jon, sparit, po ashtu babi jem Musa Ceka, ishte në zonën që ishte, domethënë, momenti më i fortë për te, kur ishte unë 13 vjeç, shkuam në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, deri më atëherë nuk kam këndu. I kam shtu defit, so kur shkuam në Amerikë, domethënë, babit ju lypte edhe një këngëtar ekstra, edhe më shtini si me zorë që do të këndosh pa tjetër. So, është edhe, është mas mirë kur i kenë familje, është edhe ma letë për një person në të moshë që të fillojnë me këtë karrierë. Cila ishte kënga juaj e parë? Vetëm, dhe me thamë. Këngët e mia të para ishin këngë dëgjuara. Por kënga e parë që unë, do më thonë, e mora një farë vullnetit që të këdoj edhe ma tepër, ishte kënga S'keku gjallë ma mirë. Ishte një këngë shumë, do më thonë, alo sot në gjohet, edhe ajo ishte aja që ma dhatë esperimin ma të fortë që të këndoj. S'keku gjallë ma mirë për këtë jetë, po të pës me dalë, se ma mirë nuk e me gjithë. S'keku gjallë ma mirë për këtë jetë, po të pës me dalë, se ma mirë nuk e me gjithë. Sa e vështirë ishte rrugtimi juaj, pasi më përpara reklamimi ka qenë shumë vështirë dhe nuk ka pas këto përmasa që ka sot? Me të thonë drejtën, unë jam i lindur këtu në Pendinje, por karriera ime filloi në Amerikë. Kështu që në Amerikë s'kemi pas atëherën me tërgu drejtën edhe këta, ja dini, rinia dini mas mirë me Facebook, me internet, me... Prandaj më duket diçka shumë e vështirë se si një këngëtar të ketë arrit kaq shumë në atë kohë që ka qenë. Po ishte nëpërmes babajte, nëpërmes të babit Musa Ceka, e njefshin njerëzit, si grupi muzikor Ceka fillume, edhe me atë, do më thonë, jonë ma tepër se 35 vite që vazhdo me njajtin emën. Nuk na njeh, në Amerikë s'na njohin si Hajro Ceka, apo Musa Ceka, apo Nezir Ceka, apo Samir Ceka, o Ami Ceka. Na njohin grupi muzikor Ceka. Do me thanë, dalit e para kanë qenë në Amerikë, po këtu, në Shqipëri, cila ka qenë e para? Këtë ishte, me të regu, ashtu prej vullnetit, ishte një fillim me Blue Sky. Jo që po du me thonë diçka, po ishte e ndjema vetin si shpi teme. Dhe me thonë si me kenë në pritër shumë mirë, këtu ku jemi sot, në studion më të mirë që mundet me kenë, edhe fillu me një vullnet shumë mirë, edhe kemi vazhdu. E tani, mas disa vitesh, për herë të parë në intervistë, prep Blue Sky. Faleminderit shumë. Atëherë, cilën këngë e shikoni ju si kthesën pikën tuaj të kthesës, dhe me thonë që ka arritur? Jam të pru shumë projekte, edhe me të vërtet nuk mund
bazohëm se cila do t'jetë kënga ma mirë, po që shë presi publiku, edhe si e kënë prit publiku, kënga ma mira imja ishte Jam Shqiptar. Ajo e pat një si thojnë ata një boost, big boost në Amerikë thojnë, edhe me atë këngë kam vazhdu. Ma shumë këngë që janë patriotike. Patriotike janë mas teprit për në Amerikë që jemi neve, se jemi pak ma vonë, por se kurse këtu dojnë ma tepër këngë dashnie tani, këngë, po jena dhe të nëru pak muzikën, kemi punu disa këngë të reja në Tiranë, me Alban Fortunën, me Virusën kemi punu disa këngë, po tani jam të punu disa këngë me Stinën, këngëtarin, kolegën, shumë të matë respektoj shumë dhe edu shumë, së bashku me bashortën e ti Gacin. Jemi të punu da këngë të reja, R&B thirën, të më thonë, i presë rinia ma stepër. Dhe do të ndrojmë një fije stilin, që të vazhdojmë dhe ma tepër. A kishim mujtë një strofë të këngës me Stinën? Pa tjetër, ishte kënga e ndëgjuar, dhe më thonë, s'ke ku qenë ma mirë. Nuk e di se qka është puna jote, sa e bukur po me duke sonte, buzet tua në qërëshie, ma e mira në shqiptari. Dhe më thonë, ishte këngës të vjetë. E punën e Stinës nuk mund të bëjën, e boraj. Po futin në rrymin e rejtë të projekteve, të këngë të dashnisë si që përmende. Çfarë projekte tjera kemi? Dhe më tonë, po thëmë një projekt si sot e kemi punu me një kolegë shumë dëruar, Alma Velen. Ishtë një këngë dashnijet, ishte një këngë shumë e shkëlqyshme që më pëlqej ma tepër sot se atë momente që i kënu me në studio. A kuptonë, sot dhe më tonë, nga një herë nuk e din, duhet me prit publiken, që ta vlerësoj, po sot e punu me së bashkët me Almen, përshëndes edhe Almen shumë, edhe besoj që do të dëgjohet shumë mirë kjo këngë. Se më pëlqej, do më thonë, i moj krejt fjallë të mend, mos bon me e kënu tani. T'lodha bollë. Yes, po ishte shumë e mirë edhe besoj që do të pritë shumë mirë. Zonën, do më thonë, për darsma, për zonën to. Aty do e dilja. Çfarë ju pëlqen më shumë, dasmat apo koncertet? Mbasi si unë fillova karrierën time në për darsma. Edhe koncertet kanë shumë dhe më thoni, por darsma ishte diçka veçantë për mu, sepse çdo darsëm që e kalom mirë, s'ka pas darsëm që kemi kalu keq, ishte krajtësi sepse janë familjare, edhe të familja, dhe më thonë, terme tani jam nisi të familja ime, në për çdo darsëm që kemi kënë. Edhe jam shumë i kënaqur me darsmë ma tepër se me koncerte. Dhe me thanë, çfarë pëlqen më shumë, dasmat apo koncertet? Dasmat i cekën, po koncertet? So darsmat janë për çdo javë kemi darsma, për çdo ditë. So koncertet që i moj më të mas mirët ishin i organizuar para mos bosh gabim, ka disa një 10 vite. Nga presidenti i Blue Sky, Gzim Brahusha, shoku jam, kolego jam, duhet se edhe këndon nga njëherën me neve. Po edhe ishte një koncert i veçantë, se ishte i lidhur me shumë treva shqiptare, dhe më thonë, nuk ishte veç Shkodrana, Ulcinaka, ishte koncert me Debranet, me Kosovarët, me Ulcinakët, me Shkodran, atë ishte një koncert shumë i malsinë madhe, pa tjetër, atë ishte koncert i organizuar nga krejt treva, dhe më thonë edhe aty më ngeli diçka veç ati se ishte një publik shumë i mirë dhe një publik shumë i madh për këtë koncert, edhe ai më ka ngel kështu mas teprit. Përveç gjërave të mira që kanë koncertet të dasma, ndonjë incident që mund të kenë ndodhur? A kujtoni? Ose diçka që ka shku keq, për shembull? S'kam kujtesa që ka shku keq. A ju ka ndodhur ndonjëherë që shkoni ndonse me vonesë në përdasma? Nuk mund më kujtu shumë, por një më kujtohet shumë mirë. Më thonë këto në Shkodër ka kenë. Edhe dua ta përshëndes mas mirë mos ta përmend edhe emrin se është shumë njeri ma tha njerë që na ka pritur kështu si na ka pritur neve. Nuk kam kenë vetë, kam kenë me disa kolegë shumë mirë dhe shumë këngëtar të mirë. Shkume të kun njaj qysorët ma vonë. Të më thonë darsma fillot të 9 ora, kurse na shkume të kun ka 9:30. Edhe publika ishin krejtu na prit neve jashtë. Ishte një vab në ceti shumë e madhe. Edhe
tani se kam pas edhe djalin organizim me veti Samin, edhe krejt grupit se ka ishte me neve, dorë me për jashtë edhe i thamë ti kolegës, se s'po kam qef tash se kushtet edhe, i thamë ti kolegës, amon bre, shka thuti ti njerët që a bon më ardh na, s'bon më ardha se ishe me frikë atin, kur erdhe i Zoti Darës më tha, edhe i kërkon falje na, i thamë, na falë shumë e. Tha, jo, pse me na falë, tha. Ashtë që jeni këto krejt ekipi, tha. Mos keni, heq mos o dzeri, tha, vesh, ka dalë, edhe krejt sendet bëhet mirë. Dhe më thonë, aja ishte një moment i parë që unë mund me mojtë mend, do shte ka kena dhe ma tepër të kur, por kur ke shumë darsma, edhe shumë koncerte, atërë së mund me krejt. Edhe s'duhet mi bojtë mend krejt, mas mirë. Nëse do i flisje vetes para 20 viteve, çfarë do i thoj, çfarë këshille do jepje? Do të jepshe këshilla edhe ma të forta se tani. Se ishe shumë ma i ri, edhe ishe shumë ma në formë. Duke që njerëzit alo ma bojnë qefi që i alo në formë tani, atin. Faleminderit shumë. Po mundona, por unë karrierën time, faleminderit për pyetjen, atin, nuk ishte vesh nga muzika. Se karrierën time mas parit kam filluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke punuar fort. Duke punuar shumë fort për me pas një farë karrierë të suksesshëm. Njerëzit mendoj që hajtë se e ka kalloj, atin. Në Amerikë punoj shumë. Ndoshta me muzikë, apo me restorante, me banesa, atin. Nëse do t'jepe mundësia që zgjidhje, a do zgjidhje përsëri profesionin artistik të këngëtarit, apo? S'di çka të. Masi që karriera që i kam unë nuk është vesh këngëtar, edhe me restorantin, kështu që kemi 2 restorante, edhe kemi disa banesa, nuk mund t'i dalloj asnjën. A mund të tregosh një ditë në jetën tuaj? Ditën unë filloj kështu. Në gjumë herë s'mund të shkoj deri ka ora 3-4 mëngjesit, kurse ditën fillon vetë mu, se unë zgjohna kur du vetë. Edhe kështu që e kam ditën shumë kallaj. Nuk e kam me rëndësi se kur zgjohna, se e kam familje në shtoshtë, kam një familje shumë shtoshtë edhe e kuptojnë karrierën time, edhe i kuptojnë bashkëshortin, ta përshëndes pa tjetër, edhe se duhet, edhe e kupton. Pra bashkëshortja ka qenë mbështetja jote më e madhe? Ma madhe, pa tjetër. Familja, bashkëshortja. A ka qenë e vështirë, nga që duhet të udhëtosh për shembull për koncerte, a ka qenë e vështirë jeta personale? Jo, se kur që tregova kur e ke një menaxher shumë mirë në shtëpi, domethënë jeta jote është shumë e kallaj kur del për jashtë shtëpisë, edhe kështu që kena vazhduar shumë mirë. Jemi. Atëherë, cila është këshilla më e vlefshme që të ka thënë dikush në jetë? Më e vlefshme ishte nga babja, edhe nga mami. Sepse me ato fillova unë krejta sa dhe qaj kena dërë të me tani, mamin e kam pas si managjere, si mamë, si, në më thonë, ishte një person që me plot vullnetin aja, edhe s'kemi pas edhe shumë ndoshta, por aja ka bot mujshëm që me kenë. Do më thonë, që si unë s'kam pas lek me e bo një kongë, aja e ka bot mujshëm që të bohet aja këngë, do më thonë, atin. Mund me thonë mami, ishte numër 1. Nuk e kam tani këtu me vete, ose me neve, por këtu është edhe e dua shumë. Hajro, të falenderoj shumë që ishe pjesë e kësaj interviste, donë se edhe pak emocionale, por të falenderoj shumë. Në Blue Sky je gjithmonë i mirëpritur dhe të falenderoj shumë që mbane pjesë të kësaj interviste. Falenderoj shumë, respekt për ty, respekt për krejt familjen Blue Skies. Jeni për mu ishi një si familja ime, do më thonë, keni afru, edhe ju falenderoj nga zemra, edhe i shoha gjithmonë vetëm mirë, vazhdoni dhe punoni. Falenderoj shumë, falenderojmë edhe fansat që na ndjekin nëpërmes televizionit Blue Sky. Dhe me këtë përgjigje kaq emocionale e mbyllim te këtë episod të sezonit të ri të Bluecast. Hajro, të falenderoj shumë që ishe pjesë e këtij podcasti. Ishte një bisedë shumë emocionale dhe më ktheu pas në kohë. Bluecast, asnjëherë si herën tjetër. Bluecast.
Bluecast.